Betimi për drejtësi ka arritur të sigurojë një akt akuzë aktive të shefqet Damkës dhe djalit të tij Anel Damka, lidhur me keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik. Sipas akt akuzës së përpiluar më 21 nëntor 2022, thuhet se i akuzuari Anel Damka, pronari i kompanisë MEB LLC, në bashkëkryerje me të akuzuarin Shefqet Damka, përfaqësues i kompanisë, me vetdije kanë shkelë rregullat e prokurimit publik, duke paraqitur dokumentacion të rëmë në atë mënyrë që kanë përpiluar kontrata fiktive, kinse të lidhura mes kompanisë MEB LLC dhe kompanive të tjera, të cilat i kanë paraqitur si referenca në dosjet të tenderëve në vitin 2021, të cilat referenca nuk janë fare të deklaruara në qarkullimin e administratës tatimore të Kosovës, sipas procedurave fatura shitje blerje dhe në Bankën Kombëtare Tregtare, si dhe kanë falsifikuar një dokument kinse të lëshuar nga BKT, të cilin dokument e kanë përdorur në procesin e tenderimit, me që rast të njëjtit kanë vënë në lajthim autoritetet kontraktuese dhe kanë arritur që të nënshkruajnë 3 kontrata me institucionet e Republikës së Kosovës. Shefqet Damka thotë se për këtë rast nuk ka bazë për dënim. Ky është një shpifje për konkurrentave tonë. Gjukat jena që 3 vjetë. Nuk mundët me përfundu lënda. Nuk kanë kur farë dëshmi as prokuroria, as gjukata. Anëllin ka nek për sistemit kret, anëllin pa fajshëm është. Se u kom pronar. Unë e kupton, në atë period 2020-2021 u kom ky, atë period u kom pandemi. Unë e punojshë. Edhe anëllin gjukata ka hek pa fajshëm, mu a leo të këqysh, shka me bo me neve, është procedur, po nuk kanë kur shkojnë. Nuk ka, ko që ka drejtësi, pak, ko që ka dinjitet, nuk bush po thot për qëtë letrën është falsë. Ani të goma, ku është originali? Qysh u erë kjo falsifikum? Të goma originalit, nuk po mund të me tregu. Për këtë akt akuzë, betimi për drejtësi ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga Anel Damka, por ai nuk është përgjigjur. Në anën tjetër, Shefqet Damka ka 11 akt gjykime të plot fuqishme në gjykatën themelore në Prizren, bazuar në të dhënat që ky institucion ka përcjell tek betimi për drejtësi. Një akt gjykim është për vepër penale, vjedhja e shërbimeve me dënim me kusht. Për vepër penale të njëjtë, Damka ka një akt gjykim tjetër, ku po ashtu është dënuar me kusht. Për këtë vepër penale ka edhe 5 akt gjykime të tjera, e që dënimet kanë qenë me gjoba nga 200 deri në 400 euro. Damka është dënuar me 2.700 euro në një rast tjetër për veprën penale shmangja nga tatimi dhe me 2.500 euro në një rast tjetër për veprën e njëjtë. Po ashtu për falsifikim të dokumenteve me gjobën 400 euro dhe heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare me gjobë 200 euro.